Ti tenton që ta zgjidhësh. Jo, ta flas. Ta flasësh. Po nëse e di që gjithmonë konkluzioni do jetë debat. Ja për budallajt. Dhe nuk i afrohesh më? Jo, si afro më. Jo, debate unë kam edhe me një mikë shumë ngusht. Debate që unë mundohem të shpjegoj një njerëz një mënyrën se si unë mendoj, po pse është ndryshe nga e saj, nuk do të thotë që asun asaj është një gabim, po kanë thjesht të zgjidhim një zgjidhje të debatit. Po sa me njerëz që nuk më intereson një, sigurisht që se lë fare. Po nuk jam shumë njëri i debateve, nuk kam qef. A e lë një argument të shkoj në përgjithësi? Pra, dikush ti mendon se ke 100% të drejtë, nuk e mendon si ty. Tenton që dalje jote? Mundohem, në fakt, se m'bjeni natë që kur nuk më kuptojnë. E bën dhe me familjar? Me familjar? E bën dhe me familjarët? Me familjar e luj fel, po, tjerë që s'kam shumë konfidenca, mundohem. Jo, e bëj. E bëj se... Lufton dhe i pikë. Se dhe shumë popullore, se ideja është që... Liroja rrugës. Kam dëshirë që të pak dhe nëse jam gabim, të më kuptohet çfarë po mundohem të argumentoj, ose koncepti që unë kam. Je njëri që ndron mendim? Ua, më çfarë flet ty? Fare. Nuk ndroj fare mendim. Ka një dualitet. Ndroj mendim. Për shembull, ka raste që nisa me mendjen time që... Je më mbrapa mbas i reflekton, po them në moment. Në moment, gjatë një debati, je e gatshme për të ndruar mendim. Edhe një libër